betimi Allahu xhallahu ala në krijimin e mashkullit dhe femrës, domethënë ka lidhje me dy betimet e para, me betimin e natës dhe ditës. Disa kanë thënë se Allahu kur betohet në mashkullin dhe femrën, në kuadër të betimit të natës dhe ditës, nënkupton rolet e tyre. Sikur që nata dhe dita kanë rol të caktuar, ashtu mashkulli dhe femra kanë rol të caktuar, dhe secili ka rolet e veta. Ashtu sikur që nuk mundet dita me e luajtur rolin e natës, dhe nuk ka mundësi nata me e luajtur rolin e ditës, ashtu nuk ka mundësi mashkulli me luajtur rolin e femrës, e as femra rolin e mashkullit. Pastaj disa nga dietarë kanë thënë se lidhja mes betimit në natë dhe ditën në raport me mashkullin e femrën është se femra i ngjan natës e mashkulli i ngjan ditës. Jo në kuptim të asaj që është negative, por nata është simbolike qetësisë, është simbolike pushimit, është simbolike marrjes së fuqisë dhe energjisë, ndërsa dita është energjike dhe lëvizje dinamike. Andaj mashkulli është më dinamik, më i lëvizshëm, më i gjallë, ai punon ditën, ai ekspozohet. Nata është ekspozim. Gruaja nuk është ekspozuar, gruaja duhet më rujt, duhet të ekspozohet, e të dëmtohet. Prandaj gruaja ka role qetësisë, energjisë, inkurajimit, fuqizimit, pushimit, nëse burri ka rolin e lëvizjes dinamikës dhe ekspozimit. Andaj këto dy janë të ndërlidhura me betimin e natës dhe betimin në ditën. Dhe pastaj gjithashtu disa dietarë kanë thënë se betimin e natës dhe ditën, pastaj vazhdimësia e betimit në mashkull dhe femrën nënkupton edhe plotësimin e njëri tjetrit. Nata e plotëson ditën, dhe dita e plotëson natën. Kanë role plotësuese, edhe pse janë të kundërta në natyrë. Nata s'ka të bëjë me ditën, e as dita nuk ka të bëjë me ditën, as dita nuk ka të bëjë me natën. Prandaj edhe mashkulli dhe femra janë në aspektin e krijimit me dallime të mëdha mes vete. Mirë, po në kuptim të funksionimit janë të, domthonë plotësimit dhe bashkëpunimit të ndërmjet mes vete. Prandaj ai që don me i ndu rolet e gruas dhe burrit, ai që don me i përzi këto role, është sikurse me përzi natën me ditën, sikurse me përzi natën me ditën, sikurse me kthy, për shembull, natën në ditë e ditën në natë. Nuk funksionon njeriu kështu apo? Nuk është gjendje e shëndetshme. Para njëri për shembull si tan ditën flan e tan natën punon, për shembull. Këto gjendje të jashtëzakonshme, por gjendje normale e njerëzve çka është? Natën flan, ditën punojnë apo? Dhe gjithkush e respekton këtë rregull dhe në bazë të respektimit të rregullt funksionon dunjaja në mënyrë të mirë. Ashtu të duhet me kuptuar çdo kush rregullin e vet. Gruaja i ka rregullat e veta, i ka obligimet e veta, e ka natyrën e saj që duhet në bazë të përshtatet dhe të punon. Edhe mashkulli ka gjithashtu ato.